Ka kohë që ti ke qenë shumë i impenjuar për këtë meshë shenjtë këtu. Tani je shliruar? Po, jam e shliruar, ndjem shumë e lumtur. Realisht shkoi gjithçka shumë mirë dhe e kisha ndërruar këtë ditë sot sepse është një triumf mbi njeriu, mbi të drejtat e njeriut, mbi qenie njerëzore që e ka fal Zoti dhe Zoti ka shumë dëshirë që ne jemi gjithë të lumtur dhe pas shumë vuajtjeve që kanë ndodhur këtu, kjo ditë sot ka qenë shumë e veçantë, një bekim le të themi nga Zoti, një triumf shumë i madh. Atëherë të kuptojmë një gjë që Silva është me shoqatën, më thuaj çik pozicionin që ta dinë njerëzit. Jam kryetare e shoqatës antikomuniste të përndjekurve politikë Shqipërisë. Dhe ky ka qenë krye aktiviteti. Po. Unë s'kam shumë që jam bërë, ka disa muaj dhe vetëm 21 maj në revoltën e Spaqit që kemi bërë këtu dhe ky është aktiviteti i dytë që kisha me shumë dëshirë, duke qenë se dhe kardinali është shumë i vjetër edhe ishte një mundësi shumë e mirë këtë verë, se pastaj në Spaq nuk vihet gjatë dimrit, se nuk janë kushtet e favorshme dhe kardinali është 98 vjeç dhe gjithë këto frikra më bën që ta nxitonim pak të gjë dhe e bëm sot. Ndërkohë që baba jot Frani Ndjer ka vujt në këtë burg politik. Në emër të atij, të kujtimit të atij, memorjes se gjithçka tjetër ju bët edhe tim madje i dorëzoi diçka shumë veçantë, një maketë të burgut të Spaqit, që çfarë kishte maketi në përmbajtje? Maketi është aty dhe do i bëjmë një filmim të shkurtër dhe besoj gjithkush do e kuptoj. Maketi është burgu i Spaqit, është i rrethuar me tela dhe ka një kull vrojtimi që është një ushtar me një pushk. Në momentin ne dim shumë mirë që kush prekte telat në atë kohë me njëherë pushkatoheshe, vdiste dhe shumë të rinj faktikisht kanë dashur të vetvriten për shkak të vuajtjeve që ishin këtu dhe aty është dhe kardinali që sigurisht që ka qenë atë kohë në burg. Unë nuk e bëja dot me veshjen e burgut, e bëra me veshje kardinali, pra është le të themi një kontrast shumë i bukur që burgu i Spaqit është i gjithë i zi, goxha i errët, pra që tregon tmerrin e asaj kohe. Këtu dhe kardinali me të kuqe, ndërkohë ka një ruzare në njërën dorë dhe dorën tjetër e ka te supi këtij djalit të ri që po tenton të shkojë tek telat për t'i thënë që mos, Zoti është i madh dhe forca e Zotit do të na ndihmojë për ta kaluar këtë vuajtje. Ishte shumë e bukur dhe unë do t'ja përcjell gjithë atë moment. Për mua ishte momenti nga më të rrallët sepse janë sa trit burgosur në atë kohë që kanë ndryshuar me për të mos u vetë vrarë, pikërisht nga forca që kishte Ernesti, një mrekulli e vërtetë. Shumë e vërtetë. Të falenderoj me zemër për këtë gjë të bukur që absolutisht ka kontributin tonë thelbësor dhe do ta themi se nganjëherë gjërat rrinë pas skenë, pas kuin, por absolutisht qenë njeriu që e ke frymëzuar këtë aktivitet. Shumë faleminderit. Për një dhuratë pak të veçantë për kardinalin, duke qenë se shumë ish të burgosur politik që kanë qenë bashkë me kardinalin, kanë thënë gjëra që kanë përjetuar gjatë kohës që kanë qenë në burg dhe një ndër ato që ishte pjesa më e bukur ishte që kardinali Ernest Troshani ka ngushëlluar shumë të rinj të burgosur të asaj kohe në Spaq që tentoheshin të vetbriteshin, të shkonin tek telat me gjëmba sepse ishin mërzitur nga jeta në burg. Unë jam vajza një të burgosur politik, Fran Gega, dhe babai im më ka thënë që për herë të parë kam qarë kur kam parë priftërinë në burgun e Spaqit dhe kanë qenë ata që mua më kanë dhënë forcë për të ecur përpara dhe për të përballuar 15 vite burg politik. Prandaj kemi bërë burgun e Spaqit dhe kardinalin që po ngushëllon një të burgosur politik. Papa Leoni i 14, shenjtëria e tij që kardinali e përmendi shpeshherë, nëpërmjet kardinalit na ka nisë edhe bekimin e tij, na ka nisë urimet e tij, na ka nisë përshëndetjen dhe afërsinë e tij, sepse para se kardinali të vinte këtu, ai ka dhënë lejen e tij, bekimin e tij, sepse kardinalet kanë një rregull për me lëviz dhe nëpërmjet bekimit të
kardinal Simonit, ne do të marrim edhe bekimin e Papa Leonit të 14. Edhe kështu që një duar tërkitje për papën tonë.